Papunësia në Gjermani me shtëdashur është rritur në nivelin rekord në 15 vitet e fundit në dhjetor, ndërsa inflacioni gjatë vitit të kaluar mesatarisht ka qenë diku rreth 2% që është më mirë se sa një vit më parë, por me siguri që akoma nuk është mirë. E gjitha kjo tregon që gjendja ekonomike në Gjermani nuk është mirë në veçanti nga koha e pandemisë korona, e këndej që e pranojnë edhe autoritetet gjermane. Autoritetet kanë një shpresë se kjo gjendje mund të përmirësohet në vitet e ardhshme, por të mbetemi tek gjendja aktuale në tregun e punës, pasi që shumë shqiptarë natyrisht janë të interesuar për punë në Gjermani. Agjencia për punë ka kumtuar sot se në dhjetor të vitit 2025 është rritur numri i të papunëve me 23.000 krahasuar me një muaj më parë. Aktualisht ka 2.908.000 të papunë të regjistruar, që do thot plot 101.000 më shumë se sa në dhjetorin e vitit 2024. Kjo i bie që papunësia aktuale në Gjermani është rreth 6.2%, që është papunësia më e madhe në ndonjë dhjetor që nga viti 2010, kur ishin të papunë 3.012.000 persona. Andrea Nales tha se rritja e papunësisë në Gjermani në dhjetor është normale, që fakt është për shkak të kohës, por megjithatë niveli është tepër i lartë e më e keqja është që ekonomia nuk po tregon ndonjë shenjë serioze të rimëkëmbjes së shpejtë. Vetë kancelari Merz ka dërguar këtë ditë një letër tek deputetët ku ka thënë se gjendja në fakt është shumë kritika në veçanti në disa degë ekonomike dhe se kërkohen edhe masa urgjente. Këto masa urgjente nënkuptojnë investime, uljen e burokracisë, gjetjen e numrit të mjaftueshëm të punëtorëve të kualifikuar, madje edhe nga jashtë e tjere tjere. Kur jemi tek punëtorët me kualifikime, të them se Gjermanisë edhe më tej i mungojnë diku rreth 600.000 punëtorë, pra ka kaq vende të lira pune gjatë vitit, por kryesisht me kualifikime. Si për shembull, i mungojnë mjek, infermier, shofer të kamionëve dhe shofer profesionist, ekspert të informatikës e tjerë. Por e mira është që Gjermania ka vendosur të investojë qindra miliarda euro në infrastrukturë, në ekonomi dhe pritet që ky vit, pra viti 2026, të jetë më i mirë për ekonominë e vendit, ndonse jo me ndonjë rritje tepër të madhe. Qindra miliarda pritet të investohen në vitet në vim edhe në ushtri, pra sektorin ushtarak, e kjo nënkupton forcimin natyrisht edhe të industrisë, të paktën në këtë degë. Sidoqoftë, kryetarja e agjencisë për punë, pra Nales, thotë se gjendja ngadalë po stabilizohet dhe se në pranverë pritet një ringjallje, sepse natyrisht priten edhe më shumë punë sezonale në bujqësi, pritet më shumë punë në ndërtimtari, infrastrukturë e tjere. Por parashikimet akoma janë larg asaj që thuhet se janë të mira, sepse varen natyrisht edhe këto parashikime nga shumë faktorë të tjerë që kanë lidhje jo vetëm me ekonominë, por edhe me politikën, me krizat diplomatike, me luftrat e tjera, por natyrisht që me këto çështje do të merremi në ndonjë video tjetër, ndërsa unë ju falenderoj shumë dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia, sepse edhe këtë vit natyrisht që do të kemi shumë informacione interesante. Faleminderit dhe mirupafshim.